Allahu te barek o ta'ala, kur i shpalli Musait a.s. shpalljen, ja të regoj temat kryesore të kësaj shpallje. Inneni en Allah, unë jam Allahu. Në tashme të ki, me e bart një mesazh, një bart të rënd, nga se faraoni thonë të unë jam Zoti. Ta shti dur që të ngriz nivelin e diskutimit mbi faraoni, inneni en Allah. La ilaha illa enne. Nuk ka Zot që meriton të adhurohet pos meje. Fa'budni u aqimi s-salata li dhikri. Të janë temat. Unë jam Allahu dhe treguesi kryesor se e keni kuptuar se unë jam Allahu është fa'budni. Vetëm mua më adhuro. Ndërsa treguesi se e keni kuptuar adhurimin është u aqimi s-salata li dhikri. Ti falë namazin që të më kujtosh në vazhdimsi, mos të më harrosh asnjëherë. Shikoni këto janë temat kryesore që kështu filloi shpallja Musait a.s. Në fillim të shpalljes dhe në temat kryesore ka do të cilët aktiviteti profetik i Musait a.s. është namazi.